8 vite më parë, rruga nacionale Burrel Klos u rekonstruktua e gjitha dhe riktheu lëvizjen normale të automjeteve në këtë aks rrugor. Prej 8 vitesh, problemet në këtë aks kanë qenë të pakta e kryesisht në sinjalistik apo barrierat anësore, por tashmë po lindin probleme të tjera siç janë deformime që aksi ka pësuar në disa pjesë për shkaqe të ndryshme. Në fshatin Bërshi, rruga ka pësuar ulje në anën e poshtme në krahun e lëvizjes Burrel Klos. Ky deformim është bërë shpeshherë burim aksidentesh automobilistike, pasi ata që e dinë si problematike shmangin duke dalë në anën e kundërt të lëvizjes, ndërsa ata që nuk e dinë kalojnë mbi të dhe humbin kontrollin e drejtimit të automjetit. Jashtëkamra banor të zonës dhe të subjekteve që operojnë aty pranë tregojnë se ka patur disa episode ku ky deformim rruge është bërë shkak për aksidente që fatmirësisht nuk kanë qenë me humbje jete njerëzore. Ata kërkojnë ndërhyrjen e kompanisë mirëmbajtëse sa më parë për ta eliminuar si problem, sa ende nuk është zmadhuar dhe nuk ka shkaktuar ndonjë tragjedi njerëzore.